E marr dashi, një atmosferë e mirë sjell një ritëm më produktiv. Dashuria kërkon më shumë durim, thot Demi. Energjia e ditës sjell një zgjedhje që kërkon durim. Puna kërkon përqendrim, por rezultati do t'ju kënaq. Binjakët, kjo ditë favorizon një moment të këndshëm me familjen. Një hap i matur do të vlejë më shumë se sa një reagim i shpejt. Gaforja, kjo ditë favorizon një hap të vogël në financa. Familja mund të jetë burim kryesor i qetësisë. Luani, energjia e ditës sjell një hap të vogël në financa. Emocionet janë të forta por të menaxhueshme. Yxhëresha, kjo ditë favorizon një ndryshim të vogël në plane. Planet kërkojnë përqendrim, por rezultati do t'ju kënaq. Peshorja, sot mbizotëron një zgjedhje që kërkon durim. Një hap i matur do të vlejë më shumë se një reagim i shpejt. Akrepi, sot mund të ndjeni një takim interesant. Përdorni intensitetin për një ndryshim pozitiv. Shigjetari, energjia e ditës sjell një lajm të papritur. Në dashuri kërkohet sinqeritet. Priciapi, sot mbizotëron një bisedë e rëndësishme. Në çështje praktike, organizimi do të jetë çelësi. Ujori, energjia e ditës sjell një takim interesant. Mos u nxitoni me përgjigje. Peshit, sot mbizotëron më shumë motivim. Intuita është e fortë, por kërkon të pak realizëm. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.